Është gjë e bukur kur tregohet humanizmi në ditë të tilla dhe shpresoj që ky model në gjatë datës 31 ose edhe në ditën vijim, sepse jo detyrimisht është e lidhur me një datë, tregojmë më human ndaj familjeve në nevojë. Do të ishte më mirë, do të ishte më mirë. Fakt do të ishim një qytet më i lumtur se sa që jemi. Okej. Mirë, ne do të kalojmë në një kartolinë të bukur të realizuar në malësi të madhe afër qytetit Kopliku, pra qendrës së kësaj bashkie. Është realizuar një aktivitet shumë i bukur, trashëgimia brez pas brezi. Sa interesant si emër. Me bashkëpunimin e shkollave të Bashkisë së Malësie Madhe dhe me mbështetjen e Bashkisë së Malësie Madhe, por kuptohet organizator kryesor ka The Door në Shkodër, tepër të njohur me president ose drejtues së saj, zotin Kasriot Faci. Po që mori ato për masa, unë nuk do ta kisha imagjinuar asnjëherë që kaq i bukur mund të bëjë realizime të tilla nga shkollat, sepse mendojmë se vetëm ansamblet e mirëfill ta realizojnë shfaqje të tilla. Një shfaqje ideuar në çdo detaj jashtëzakonisht bukur. Ne do të kemi mundësi në transmetimet e mëvonshme pas këtij emisioni të japim një përmbledhje më të plotë të shfaqjes, por kemi përzgjedhur nga ky aktivitet urimet e tyre për të formuar një kartolinë të bukur të personaliteteve të mësuesve, të atyre njerëzve të thjeshtë që ishin prezent gjatë kësaj shfaqje. Ndjekim. Trashëgim brez pas brezi, kështu u titullua aktiviteti mbajtur pak ditë më parë në Bashkinë Malësie Madhe, që u karakterizua nga paraqitja vlerave jashtëzakonisht të bukura të traditave shqiptare, shoqëruar me një entuziazëm të nxënësve artistë, të cilët realizuan një program të mrekullueshëm artistik. Ky projekt erdhi si një bashkëpunim ndër vite tashmë, që ne po bëjmë me Bashkinë Malësie Madhe, konkretisht me zotin Tonin Marinaj, i cili me shumë dashamirësi na ka thirrur në një bisedë, na ka thënë idenë rreth asaj çfarë ata dëshiroshin të bëjnë. Sigurisht kjo vite mas një bashkëpunimi që ne kishim me Lojra Popullore Fest me 2 edicione, edhe për këtë planifikuam së bashku pikërisht këtë aktivitet që ne realizojmë sot. Qëllimi i projektit të ruhet, të ringjallet dhe të përcillet tek brezat e rinj, trashëgimia kulturore e Malësisë së Madhe përmes ngritjes së një ansambli rinor me pjesëmarrës të ardhur nga shkolla të ndryshme të zonës. Ne jemi përpjekur që të sjellim disa nga vlerat tona, të tredhëson, por njëkohësisht të kalojmë edhe përtej kufive. Ne filluam me këngën e hershme shekullore, këngë Maje Krahu, të gërshetuar me fjalën, të gërshetuar me vallen, dhe u përpoqëm që të vinë në pikën e fundit, ku të kemi një bashkim kulturash, traditash, edhe pse është e njëjtë, por flas bashkim për trevat që janë jashtë kufive. Ne vërtet kemi kufi shtetëror, por jo kufi kulturor. Kështu që u përpoqëm që të jemi gjithë përfshirës në gjithë aktivitetin tonë. Me thonë drejtën, ne punojmë çdo ditë me këta fëmijë, janë vërtet fëmijë të mrekullueshëm, kemi talente të jashtëzakonshme, e sidomos në kërcim, edhe talente në këngë, por puna është e jashtëzakonshme, e vështirë, por e bukur. Projekti synon të krijojë një hapësirë social-kulturore funksionale që gjalleron lidhjen midis arsimit dhe trashëgimisë kulturore lokale, duke bërë atë pjesë të jetës së përditshme të komunitetit. Është një nevojë shumë e madhe që brezi i ri të kultivojnë pikërisht folklorin, të kultivojnë traditën, detyrë e jona, ne të rritënve që t'ja kalojmë dhe t'ja krijojmë mundësinë pikërisht fëmijëve, të rive, kësaj zone e cila është shumë e pasur me folklor, sepse siç e thanë edhe parafolësit, ajo ka lautën, ka xhubletën, ka trashumancin, ka 3 thesare të shtreta, të cilat i ka pasuria jonë kombëtare, trashëgimia jonë kulturore. Janë pjesë e UNESCO-s, edhe kjo tregon edhe vetë shkallën e nivelin e lartë të traditave të vlerave tona kombëtare. Ne identifikohemi si shkollë me vallën e logut, sepse fëmijët kanë qysh të vegjël, siç e pata edhe më përpara, ishin më të vegjël që performuan në vallën e logut. Dhe kjo shkon si traditë, si trashëgimi. Aty tek grupi folklorik i joni, grupi i shkollës, kemi mesën e Biçbuçit për shembull. E kemi në gen, e kemi në gjak, e kemi të trashëguar gjithë këtë talent dhe këtë dëshirë për të marrë pjesë sidomos në vallet tradicionale shqiptare dhe në këngë.
Një dëshirë dhe përgatitje serioze e fëmijëve urrej që në interpretimet e para dhe mëtej shfaqja ruajti ritmin e saj deri në momentet e fundit. Kjo shfaqje kishte një rëndësi shumë të madhe, sepse këtu zbuluan talente të reja, cilat mendoj se do të jenë primare për aktivitetet kulturore artistike dhe për trashëgimimin kulturore etnografike të Malësisë së Madhe. Besoj se edhe Bashkia e Malësisë së Madhe do të ketë një mbështetje edhe më shumë se sa ka pas përpara, sepse ka rëndësi të madhe se në Malësinë të Madhe të krijohet një ansambël folklorik, sepse i ka gjitha potencialet. Në prag të Krishtlindjes dhe vitit të ri 2026, ka momente që na kujtojnë se forca jo më e madhe është bashkimi, e ku ka më bukur se të shohësh këta fëmijë dhe të rinj të bashkohen, dhe pale dhe ndihmesës së mësueseve të tyre, ta shfaqin dukshëm dashurinë për traditat e të parëve. Dua të falenderoj gjithë shkollat, sepse ne pikërisht dolëm aty tek baza, ku janë edhe fëmijët, ku janë edhe të rinjt, tek shkollat, sepse kishim identifikuar tashmë disa nga partnerët e mundshëm, të cilët ishin shumë të dedikuar, punojnë çdo ditë me nxënësit, por kanë pikërisht nevojë që ti krijohet pak më shumë hapësim, pak më shumë mbështetje, që ato të japin pastaj vlerat e tyre. Tani puna ka qenë paksa e lodhshme, sepse mungojnë mjediset e duhura për të bërë provat, si çdo punë, por në dëshirën e mirë të fëmijëve, duke ju bashkangjitur edhe imja, u përpoqim që të sjellin në të mirën tonë. Më 18 dhjetor 2025 në restorant Konaku në qytetin e Koplikut, festa jo vetëm simbolikisht tregoi fundin e një viti, por vazhdimsinë e asaj që jemi, kulturën, traditën dhe shpirtin ton komunitar. Organizata The Door Albania në bashkëpunim me Qendrën Social Kulturore Artin e Dua dhe me mbështetjen bujare të Bashkisë Malësie e Madhe, solli aktivitetin festiv Brez pas Brezi, një ngjarje ku fëmijët, të rinjtë dhe të rriturit takohen për të ndarë këngë, valle, histori dhe emocione që nuk plaken kurrë. Aktivitetet e fundit që ka organizuar Bashkia e Malësisë së Madhe me bashkëpunim me organizata të ndryshme mërna territorit, por edhe mërna qarkut të Shkodrës, jam i bindur që pikërisht tu e kanë edhe esencën e këtij edhe qëllimin e këtyre aktiviteteve. Që në të ardhmen kemi së shpejtit një ansambël të cilët pasqyrojnë etnokulturën e Malësisë së Madhe, folklorin, dhe që më atje për vlerat që vërtet i ka dhe do t'i ketë Bashkia e Malësisë së Madhe dhe Malësia e Madhe që trev në gjithë hapësirën e saj. Tani fjala ansambël është një fjalë shumë e madhe, me thënë të drejtën, por ne u përpoqëm t'ja fillojnë, ta hellim hapin e parë, në hapat vegjël, urojmë që të na bashkangjiten, urojmë që të kemi mbështetje, edhe motiv natyrisht, jo se na mungon, por të motivohemi për sa i përket bazës materiale, si të veshjes, instrumenteve që sot filluan pak e nga pak, sepse elementin ne kemi vërtet një instrumentiste që është pak, por të paktën ka dhe të tjerë që e kanë shprehur dëshirën për ta mësuar instrumentin e çiftelisë, mbas edhe të lahutës tani që është bërë shumë e rëndësishme me pranimin e saj në UNESCO. Projekti synoi të ngrinte një ansambël rinor kulturor, me të paktën 14 pjesëmarrës të ardhur nga shkolla të ndryshme të zonës. Ky grup ndoqi një program 10-12 javor në udhëheqjen e mësuesve të folklorit dhe një instruktori të specializuar për instrumentet popullore. Në këtë hapësirë, një djalë që deri dje dëgjonte me kureshtje këngët e gjyshit të tij, do të ketë mundësinë që të marrë lahutën në dorë për herë të parë. Një vajzë që i ka parë shpesh vallet e grave në festa familjare, do të mësoj të hedhë vetë hapa duke ndjerë muzikën dhe ritmin si pjesë të saj. Kështu, trashëgimia nuk do të mbetet vetëm kujtim, por do të kthehet në përjetim të drejtpërdrejtë të gjallë. Shumica e projekteve kulturore në zonë janë të përqendruara në ngjarje të vetme, festime, koncerte, konkurse. Ky projekt është ndryshe sepse kombinon procesin mësimor, përgatitjen e vazhdueshme, krijimin e klubeve shkollore dhe finalizimin me ngjarje të mëdha publike. Gjithë së bashkut të tregojmë që ne kemi breza të cilët e duan etnokulturën dhe folklorin dhe në të ardhmen të krijojmë duke përzgjedhur personat e duhur të cilët vërtet e duan me shpirt dhe zemër etnokulturën dhe folklorin e Malësisë së Madhe, po në tërësi atë shqiptare, që në të ardhmen kemi
një ansamël të denjë, me trinj dhe të reja, pse jo edhe të ndërthurur, si që edhe thot, aty të ndërthurur ndër breza, në mënyrë që i vërtet Malësia e Madhe të japë atë çka vërtet e ka patur dhe ta personojmë siç duhet edhe nëpërmjet folklorit dhe të kulturës në tërësi. Tradita që përcillet dhe kjo ka për të vazhduar në shekuj, nëse dim t'ua trashëgojmë ato brezave. Ato janë vlera që ruhen dhe është të bukur kur brezat rriten së bashku. Ky event është një ftesë e hapur për të festuar identitetin ton kombëtar dhe për t'ia kaluar ato brezave që vijnë me dashuri dhe krenari. Falënderimi veçantë për pjesëmarrjen dhe angazhimin e shkollës 9-vjeçare Vasil Shantovrak, si dhe prek Gjoni Bajs, gjithashtu edhe i gjimnazit Sherif Hoxha Koplik. Le ta festojmë së bashku këtë fund vit, brez pas brezi, sepse tradita jeton vetëm kur mbahet e trashëgohet. Më lejoni që me qena në fund të vitit, uroj gjithë këta fëmijë, t'i falenderoj ata, t'i uroj edukatorët e tyre, atë cilët kanë punuar shumë me profesion, t'i uroj gëzuar festën e Krishtlindjes dhe të vitit të ri. Le të jetë viti i jashtëm 2026, një vit më i mirë, ku të rinjt të afrohen më shumë drejt kulturës, të përfshihen sa më shumë në aktivitete të tilla, sepse edhe cilësia e jetës tyre, por edhe cilësia e jetës komunitetit është më e mirë. Një vit sa më të mbar, dash Zoti, sa më shumë shqiptarë kthehen në vendin e vet edhe sa më pak e lënë Shqipërinë, sepse vendi jonë është një vend i mrekullueshëm, ka gjithçka që dikush mundet me pas, thjesht na nevojitet një mbështetje e vogël prej qeverisë, prej shtetit për me kthy sa më shumë njerëz, sepse ajo që na dhem më shumë Malësi të Madhe është braktisja çdo ditë e të rinjve dhe të rejave. Kështu që urimi jam më i madh për këtë vit është sa më shumë shqiptarë në Shqipëri dhe gëzuar për shumë vjet ditë sa më i madh. Përveç se gëzime, shëndet, mendoj që janë dy gjërat më të mira, harmoni me njëri tjetrin, të durueshëm me njëri tjetrën dhe gëzuar gjithve, gëzuar kudo që janë. Urojmë gjithë shqiptarët vitin e ri, gjithë shqiptarët kudo janë në gjithë botën, urojmë festat, gëzuar vitin e ri dhe njëkohësisht edhe një urim i veçantë për gjithë shqiptarët për lahutën që u pranu trashëgimi e kulturës botërore në UNESCO. Urime gjithë shqiptarëve. Për gjithë banorët e Malësisë Madhe, të gjithë trevës Malësisë Madhe, kudo që janë, mërna trevës Malësisë Madhe edhe në hapësirët botërore, por edhe shqiptarët, kudo që ndodhen, mërna troje shqiptarë edhe gjithë hapësirët botërore, i uroj gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri 2026.